Vau Idesi ka rezervuar një pritje entuziaste kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste. E pranishëm në takim ka qenë dhe ministra sipërmarrjes Delina Ibrahimaj dhe drejtuesi politik i PS Benit Beci. Kryetari i Bashkisë Vau Ides, Kristian Shelli, ka kërkuar që më 11 maj të gjithë banorët të drejtojnë kutive të votimit dhe të votojnë numrin 5 dhe kandidatin Frokgjinin si biri i kësaj zone. Ne do bëjmë maksimumin që Partia Socialiste me krye Edi Ramën të marrë një rezultat sa më të mirë, sa më të madh në qarkun e Shkodrës, që të vazhdojmë punët e mëdha që kena nisë për transformimin e Vau Idesit dhe të krejt qarkut Shkodër. Kërkoj mbështetjen tuaj për numrin 5, për Partinë Socialiste dhe për Edi Ramën. Ministra Ibrahimaj theksoi se PS nuk ka para qytetarëve një program elektoral, por një program qeverisjes për 4 vitet e ardhshme. Ne nuk kemi një program elektoral, ne kemi një program qeverisës. Neve kemi një projekt të madh për ta futur Shqipërinë në Bashkimin Evropian dhe unë kërkoj nga të gjithë ju votën në datën 11 maj, sepse Partia Socialiste është e vetmja forcë që ka treguar që diti bëj gjërat dhe që do ta shpjerë Shqipërinë në BE. Kandidatët e pranishëm kërkuan nga banorët e kësaj zone që 11 maj të jetë data që shënon vijimsinë e investimeve për Shkodrën, kryeqendër renale. Sot vim me premtimin e ministrës sipërmarrjes, e drejtuesit politik, e kryetarit bashkisë, e të gjithë kolegëve që pas datës 11 maj Bashkia Vau Idesit, qarku i Shkodrës, Bashkia Puks, Bashkia Fusharësit, i garantoj se do të kenë mbështetjen më të madhe në financimin e projekteve të tyre.